sociale, ekonomike, nëpërmjet produkteve artizanale apo nëpërmjet promovimit dhe krijimit të markave të kulturës rajonale. Unë thjesht doja të tregoja sot çfarë po bën Shqipëria për ringjalljen e ekonomisë përmes promovimit dhe krijimit të markave lokale. Më vjen mirë që këtu nuk jemi vetëm nga qeveria për të mbrojtur atë çka po bën qeveria, unë do them thjesht të vërtetën atë që ne po bëjmë, por ajo që më vjen mirë pra ishte që këtu ka dhe mendime ndryshe. Mendime që qeveria nuk po bën aq sa duhet për këtë ekonomi, që nuk po integron aq sa duhet ardhjet e shkolluara mjaft mirë nga jashtë, dhe ndoshta nuk kemi vendosur ende një komunikim të mirë midis strukturave të qeverisë qendrore, atyre lokale, biznesit të vogël e cila merret me industrinë artizanale dhe institucioneve të cilat merren me studimin dhe me implementimin e politikave të ndryshme pra mbi ekonominë, në rastin konkret mbi ekonominë artizanale. Ndoshta deri diku kemi të drejtë, ndase ka shumë punë për të bërë, por nuk është se qeveria që nuk po bën asgjë. Pikërisht, Agjencia Kombëtare për Zhvillimin e Investimeve është përgjegjëse për një sër politikash dhe fondesh për të implementuar për industrinë artizanale. Ndoshta nuk është problem që qeveria nuk po aplikon politika dhe nuk po merret me këtë industri. Unë kam përshtypjen dhe perceptimin që kemi një mungesë informacioni, kemi një mungesë komunikimi. Kjo mungesë nuk vjen vetëm nga ana jonë, pra nga ana e qeverisë, por unë kam përshtypjen që kjo mungesë vjen gjithashtu dhe nga ana e palës të interesuar, e palës private, e biznesit. Neve për këtë jemi duke punuar me ta që nga fillimi pra, që nga aja, se si të merret informacioni që në qeveri ka fonde dhe ka mbështetje për këtë lloj biznesi, për artizanatin. Neve duhet punojmë shumë me markën, do me thonë, neve të flasim dhe mua më pëlqeu shumë tema që më dha për të diskutuar, që është ngjallja e ekonomisë nëpërmjet të promovimit dhe krijimit të markave të kulturës rajonale. Por ç'është marka? Në opinionin tonë, marka është ai produkti tipik në artizanat, produkti tipik në agrobiznes, produkti tipik në kulturë, pra që mund të jetë kostumografia, mund të jetë kënga, mund të jetë filmi e kështu me radhë. Zhvillimi i markës si bëhet, sigurisht nga politikat e shtetit. Sot, sa për dijenin tuaj, të gjithë pranishme këtu, ekzistojnë fonde shtetërore dhe grante shtetërore në mbështetje të artizanatit. Këto janë grante që shteti shqiptar jep në mbështetje të artizanatit, për të zhvilluar artizanatin, për ta brenduar artizanatin, por gjithashtu dhe për të marketuar atë. Çdo të thotë marketing. Nuk është se ekziston artizanati dhe ndjenjë. Artizanati sot në vendin tonë nuk është në nivelin e industrisë, kjo është absolutisht e vërtetë, por ama është por në rajone të caktuara është i zhvilluar dhe punohet me to. Shteti ka shkuar pranë tyre jo vetëm drejt për drejt vetë, por dhe nëpërmjet organizmave të ndryshme, të cilat janë sot në Shqipëri, si organizmave të ndryshme të cilat japin fonde për zhvillimin e artizanatit. Dhe nga këto organizma, së bashku me shtetin, ka një vëmendje të veçantë për ndaj artizanatit dhe zhvillimit të markave. Zhvillimi i markave po bëhet njëkohësisht, po përshetohet së bashku me zhvillimin e territorit dhe të turizmit, siç e përmendi dhe zonja ministra e turizmit dhe territorit këtu, pasi nuk mund t'i shohim dot të ndara. Neve duhet t'i shohim bashkë artizanatin, turizmin, territorin, inovacionin, kulturën. Këto fonde që shteti ka vënë në dispozicion për artizanatin dhe për zhvillimin e këtyre markave, neve po mundohemi t'i vëmë në dispozicion jo vetëm për t'i ribrenduar, jo vetëm për të qenë pranë atyre, por gjithashtu po i vëmë në dispozicion dhe për t'i dhënë mundësinë këtyre ndërmarrjeve të vogla, janë ndërmarrje mikro dhe të vogla, për pjesëmarrjen e tyre nëpër panajire. Pa marketingun, artizanati, produktet tipike të një vendi nuk mund të zhvillohen, nuk mund të ecin dot përpara.
produkte tipike të një vendi nuk janë objekt konsumi për popullin që i prodhon këto produkte. Por sidomos për sa i përket artizanatit artistik, le të themi, punimeve me dorë, që Shqipëria ka pasur gjithmonë një traditë shumë të pasur dhe neve nuk duhet ta humbim ato traditë, por duhet ta mbështesim që ta vazhdojmë akoma më përpara. Këto produkte janë gjithashtu produkte konsumi për të huaj. Pra, ne duhet të gjejmë mënyrën dhe për të vajtur tek të huaj. Dhe pikërisht, agjencia jonë nëpërmjet këtyre fondeve shtetërore mundohemi të promovojmë këto ndërmarrje të vogla, mikro dhe të vogla, për pjesëmarrjen e tyre nëpër panajire. Dëgjova për panajire të ndryshme që organizohen dhe në rajonin e Puljas, dhe ato që mendoj unë sot që duhet kuptojmë nga ky forum dhe kur të dalim jashtë duhet ne si agjenci që përfaqësojmë dhe qeverinë, duhet të mendojmë se si ti bëjmë këto ndërmarrje të vogla të marrin pjesë në këto panajire, në mënyrë që ne t'i tregojmë botës për te kufive të Shqipërisë se çfarë mund të bëjmë, cilat janë këto produktet tona. Gjithashtu ka iniciativa të fondeve të Komunitetit Evropian nëpërmjet fondeve IPA, të cilat përsëri u përmendën në këtë tavolinë parameje. Për shembull, aktualisht ne kemi një program shumë interesant që quhet Start Puma. Nga studimet që janë bërë, një pjesa më e madhe e produktit artizanal dhe produktit tipik, produktit të markës shqiptare, bëhet nga gratë, prodhohet nga gratë, nga gratë të cilat punojnë në shtëpi, punojnë në formacione shumë të vogla. Dhe është një fond IPA cross border që në këtë rast neve përsëri dalim tek kombinimi dhe tek njoja dhe tek bashkëpunimi që ne duhet kemi me rajonin. Për shembull, ky program është i përqendruar në kufirin midis Shqipërisë edhe Malit të Zi dhe për të zhvilluar turizmin rajonal. Pra, zhvillimi i markave, zhvillimi i tipicitetit nuk mund të kuptohet dot pa zhvillimin e turizmit. Neve jemi duke menduar dhe duke koordinuar politikat tona në qeveri si Ministria e Ekonomisë, Ministria e Turizmit, Ministria e Inovacionit, në mënyrë që të shkojmë në një vit për zhvillimin e ekonomisë shqiptare në këtë drejtim. Sigurisht që fokusi dëgjova pak më parë, zotëria nuk është tani dëgjova në pjesën e parë të diskutimeve, ku kishte, ka një lloj pretendimi që qeveria ka një lloj diferencimi në vëmendjen që jep për industrisë fasone apo investimeve të huaja. Industria fasone është shumë e rëndësishme në Shqipëri. Nuk prodhon produkte tipike, por ka bashkuar Shqipërinë me Italinë për shembull, apo me vende të tjera, pasi kjo është janë ndërmarrje të përbashkëta. Gjithashtu dhe për zhvillimet për investimet të huaja, ky vend ka jashtëzakonisht shumë nevojë. Por kjo nuk do të thotë fare që qeveria ka lënë në një anë vëmendje ndaj zhvillimit të produkteve tipike dhe artizanale. Gjithashtu, nëpërmjet të disa fondeve të caktuara, ne po bëjmë të mundur që të jemi më pranë këtyre artizanatëve afër për të pasur, për duke filluar pra që nga mënyra se si ato duhet ta marrin informacionin. Informacionin për të pasur akses në financë. Akses në financë do thotë informacion për të marrë se si ato duhet të shkojnë të trokasin në derën e një banke, për të kërkuar disa fonde që atyre i duhet për të zhvilluar ekonominë e tyre të vogël. Gjithashtu neve po punojmë nëpërmjet në formave nga më të ndryshme të marketimit që të bëjmë të mundur që atyre t'i tregojmë që neve jemi këtu, qeveria është këtu me fonde të caktuara, me programe të caktuara për t'i ndihmuar ata. Si është tjetër qeveria afër zhvillimit dhe ringjalljes të produkteve tipike shqiptare, të markës Made in Albania, të produkteve bio, në agrobiznes, në artizanat. Ne jemi gjithashtu afër edhe nëpërmjet fondeve të konkurreshmërisë apo të inovacionit. Që do thotë, secili nga ata që ka nevojë për një certifikat për shembull për produktet bio, të cilat kanë nevojë për certifikata të caktuara apo për standarde të caktuara në mënyrë që të bëhen të eksportueshme në komunitetin evropian, ne jemi aty për t'i mbështetur. Ne jemi për t'i mbështetur dhe për të marrë pjesë në panajire. Në kuadrin e panajireve një vitrinë jashtëzakonshme dhe mua më pëlqeu shumë terminologjia Smart City. Neve jemi shumë afër pjesëmarrjes si vend në Expo 2015 që bëhet në Milano. Unë besoj se ju të gjithë e dini.
Këtu absolutisht Shqipëria këtu do jetë një dritare, do jetë një ekran i promovimit dhe i ringjalljes së ekonomisë shqiptare nëpërmjet produkteve të artizanatit të çdo lloji, sepse aty tema e ekspoz është ushqimi, është gjithmonë ushqimi, qëndrueshmëria në prodhimet ushqimore, në prodhimet bio, në prodhimet bujqësore, por këtu e kemi gërshetuar me turizmin dhe inovacionin. Çfarë do të thotë me turizmin dhe me kulturën tonë? Me turizmin do të thotë që ne do të sillim produktet tona tipike për rajone të caktuara turistike, për rajone për territore të caktuara në Shqipëri. Gjithashtu dhe me kulturën. Neve do të sillim nëpërmjet kulturës tonë, kemi një kulturë të jashtëzakonshme, kemi tradita të jashtëzakonshme, kemi filmime të jashtëzakonshme ashtu për traditën tonë dhe të gjitha këto ne do i sillim në Expo. Aty do jetë një pavion shumë i vogël ekspozimi, por që ne në mënyrë smart do të çojmë një Shqipëri të vogël të traditës tonë për botën, për ato miliona vizitorë që do vinë aty. Dhe qëllimi i Shqipërisë, impakti që ne duam të japim është që kushdo që viziton dhe shef Shqipërinë aty, këtë traditë, sepse do jetë pikërisht tradita jonë, duam që ata të thonë, okay, udhimi jonë i ardhshëm do jetë Shqipëria, destinacioni jonë i ardhshëm do jetë Shqipëria. Kështu që ne të gjithë po punojmë për këto, themi që t'ja dalim, sigurisht nuk jemi më të mirët, por ama po punojmë pafundësisht që ne të ndihmojmë ringjalljen e ekonomisë nëpërmjet këtyre produkteve tipike. Sot na ka pushtuar globalizimi, që do të thotë tregu është bërë i njëjtë, produktet janë bërë të njëjta, ne kudo ku shkojmë, ne gjejmë të njëjtin produkt, të njëjtin dyqan. Do me thënë sot, përveç kulturës përkatëse që ka çdo qytet i botës, por nga ana komerciale, nga ana konsumit në gjej produkte kudo të njëjta, nuk ka më diferencë. Pra, diferencën do e bëjmë pikërisht artizanali, produktet artizanale, do e bëjmë produktet tipike të një vendi. Dhe ne po mundohemi vërtet që t'i japim një dorë këtyre ndërmarrjeve të vogla që ata të dalin në vitrinën botërore. Jo vetëm nëpërmjet Expos, ku do jetë një vitrinë gjigante botërore e hapur për 6 muaj, por nëpërmjet të gjitha panajireve të mundshme që mund marrin pjesë. Të njëjtën gjë do kërkoja ndoshta jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga Italia. Ju keni absolutisht produkte të jashtëzakonshme, artizanale, tipike, për sa i përket ushqimit, për sa i përket kulturës, dhe neve mund bëjmë një përshëtim mjaft të mirë të shkëmbimeve të informacionit, të shkëmbimeve të eksperiencave dhe të vitrinave të ndryshme. Në Shqipëri organizohen shumë panajire gjithashtu ku pjesëmarrja mund të jetë ndërsjellë. Ju faleminderit për vëmendjen, shpresoj që nuk i rrodha shumë të kisha Falenderoj zonjën Manjola me ndërhyrjen, unë e pash ndërzuese. Të urojmë vërtet që ta çojmë Shqipërinë e vogël në Milano dhe të dalim me shumë sukses aktiviteti. Kjo është poco ma sicuro kur të italianët që do të çojmë pa diskutim, por duam ta çojmë ashtu siç duhet, dhe realisht të çojmë më të mirë nga Shqipëria këto. Në qoftë se ka ndonjë ndërhyrje nga dëgjuesi? Zonë Manjola këtë eventin kush do të paraqitet në Milano? Atëherë, në Milano eventi është në nivel kombëtar, në nivel qeveritar, domethënë atëherë Expoja për kulturën, atyre që ndoshta nuk e kanë dëgjuar, zhvillohet një herë në 5 vjet. Pra nuk është një panajir i subjekteve tregtare se kushdo shkon dhe ndjer produktet e veta për të shitur apo për të ekspozuar. Është një panajir ndërshtetror, organizohet një herë në 5 vjet. Këtë vit ne kemi vitin që vjen, pra se përgatitjet kanë filluar shumë intensivisht që tani. Ne kemi fatin e madh që zhvillohet në Itali. Kështu që përsëri ne jemi 2 shtete, 2 kombe që jemi të bashkuar bashkë. Zhvillohet në Itali, është era, domethënë ka shumë vite që nuk zhvillohet në Europë, ndoshta në 10 vjet. Expoja zhvillohet një herë në 5 vjet, pas 5 vitesh do zhvillohet në Dubai. Sigurisht që organizohet nga shteti, të gjitha kostot përballohen nga shteti, kostoja e gjeras. Është një pjesëmarrje shumë impenjative, kështu që ne kemi marrë me shumë përgjegjësi. Është ngritur një grup pune ndërministror ku rol kryesor
ka Ministria e Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Territorit, Ministria e Kulturës, që po bashkëpunojnë shumë, por ne mund të flasim se kemi nevojë për shumë kontribute, dhe Ministria e Bujqësisë. Unë personalisht jam komisare e përgjithshme dhe do përfaqësoj pra dhe do koordinoj punën e të gjithë ministrive dhe bashkëpunimin që do kemi si grup pune, si shtetë pjesëmarrës me organizatorët. Neve jemi duke punuar duke parë mundësitë pra çdo ministri ka marrë planin e punës së saj dhe shumë shpejt do na përcjelli atë ide dhe atë plan që ato kanë krijuar prapë se si mund të prezantohemi ne në Expo 2015. Është kjo iniciativë dhe organizimi është dhe pjesëmarrja e Shqipërisë është duke u bërë në kujdesin e veçantë të kryeministrit dhe sepse pjesëmarrja në Expo 2015 është era e parë që Shqipëria merr pjesë me të drejta të plota, me pavionin e vet, me punën e saj, me fondet e saj, sepse herë tjetër kemi qenë të ftuar si fonde të cilat kemi qenë si fonde në nevojë, le të themi, dhe si fonde që të sapo hyra në tregun ndërkombëtar. Kështu që kjo është era parë që ne marrim pjesë me të drejta të barabarta si gjithë vendet e tjera dhe përgjegjësia për të çuar Shqipërinë në Expo 2015 është jashtëzakonisht e madhe. Po unë jam e sigurt që ne do ja dalim që të çojmë një Shqipëri të vogël, shumë interesante në Expo 2015.